Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më herët certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit. Menjëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, hapi i parë është konstituimi i përbërjes së re parlamentare dhe pastaj formimi i qeverisë së re. Sipas kushtetutës dhe rregullores së Kuvendit, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani duhet që brenda 30 ditësh të thërrasë seancën konstituive të Kuvendit. Osmani njoftoi se brenda këtij afati ligjor do të thirrë seancën, por nuk dha datë të saktë. Pak më parë ka ardhur dhe shkresa zyrtare nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Presidencën e Republikës së Kosovës, ku na njoftojnë me rezultatet e zgjedhjeve të certifikuara, mënyrën se si ndohen ato ulse në Kuvendin e Republikës së Kosovës, siç e dini tani ka një afat prej 30 ditësh. Është një afat kushtetues, një afat ligjor i cili parashihet për thirrjen e seancës konstituive. Për momentin ekipa ime ligjore është duke analizuar se sa mund të ketë nevojë për kohë për përgatitje të kësaj seance, në mënyrë që kur thirret seanca edhe të jetë e suksesshme, pra të jetë i suksesshëm konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Pra gjithçka do të bëhet brenda afatit kushtetues. Për momentin nuk mund t'ju jap një datë, sepse dua të jem saktë, mirë, por shumë shpejt do ta kemi edhe datën. Me konstituimin e Kuvendit hapet rruga për formimin e ekzekutivit të ri. Kabineti i ri qeveritar i propozuar duhet t'i sigurojë votat e 61 deputetëve, por asnjëra parti nuk do të mund të formojë vetëm qeverinë, por për ekzekutivin e ri do të duhet të formohen koalicione. Megjithatë, nëse lëvizja vendosje dështon të sigurojë mbështetjen e 61 deputetëve, atëherë presidenti Osmani është e obliguar që të ftojë në konsultim partitë politike. Por nëse qeveria nuk formohet në 2 tentativa, atëherë presidenti Osmani, sipas nenit 95 të kushtetutës, duhet të shpallë zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë. Zgjedhjet e nëntëshkurtit ishin zgjedhjet e parë të rregullta parlamentare të mbajtura në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë.